Administratori i Vllaznisë në volejboll Aleksandër Leçeiza përmes një deklarate ka sqaruar pozicionin e Vllaznisë lidhur me shkresën e dërguar në Federatën Shqiptare të Volejbollit për volejbollistën e Dinamos Najara Ferreira. Leçeiza thotë se Vllaznia ka kërkuar një test fiziologjik që është një test i përgjithshëm mjekësor dhe jo një test biologjik që lidhet me gjinin. Në lidhje me interpretimet e fundit publike, mi kërkesën e bërë nga klubi ynë, por edhe disa klubeve tjera pranë Federatës Shqiptare të Volejbollit për kryerjen e një testi fiziologjik për volejbollistin e Dinamos Najara Ferreira, dëshirojmë të sqarojmë pozicionin e shoqatës ose klubit Vllaznia. Qëllimi i kërkesës sonë drejtuar Federatës Shqiptare të Volejbollit ka qenë dhe mbetet plotësisht sportiv dhe mjekësor. Klubi Vllaznia ka kërkuar kryerjen e një testi fiziologjik për lojtaren në fjalë. Termi test fiziologjik është përdorur në kuptimin e një vlerësimi mjekësor funksional që lidhet me gjendjen fizike, përgatitjen dhe performancën e një sportiste ashtu siç praktikohet në mënyrë të rregullt edhe në shumë disiplina sportive. Kërkesa nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë lidhje me gjinin biologjike apo identitetin personal të sportistes. Çdo interpretim në këtë drejtim është i gabuar dhe nuk përkon me frymën sportive të klubit tonë, i cili gjithmonë ka respektuar dinjitetin dhe barazinë e çdo sportisti apo sportiste. Vllaznia thot Leçeiza dënon sulmet ndaj volejbollistës së Dinamos dhe denigrimin e saj dhe solidarizohet me situatën e vështirë që po kalon, ndërsa i bën thirrje federatës për transparencë dhe miratimin e një rregullore të qartë për këto raste. Ne dënojmë çdo formë të keq interpretimeve apo sulmeve personale që mund të krijojnë tensione të panevojshme për sportin shqiptar. Dhe ftojmë të gjitha palët që të respektojnë proceset institucionale dhe dinjitetin e sportistëve. Klubi Vllaznia mbetet i hapur për bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Volejbollit dhe klubet e tjera për çdo shenjë të mëtejshëm teknik apo procedural. Ne si klub kemi qenë dhe mbetemi për një sport të pastër, të ndershëm dhe me respekt për çdo individ, pavarësisht gjinisë, origjinës apo bindjeve personale. Klubi Vllaznia solidarizohet plotësisht me volejbollistin Najara Ferreira dhe dënojmë me forcë sulmet dhe denigrimet personale që mund të ketë pasur në media apo rrjete sociale të ndryshme. I bëjmë thirrje Federatës Shqiptare të Volejbollit që të bëjë një transparencë të plotë lidhur me çështjen në fjalë dhe kërkesën zyrtare të klubit që nuk lidhet me gjinin biologjike, por një vlerësim të përgjithshëm funksional mjekësor. Federata Shqiptare e Volejbollit e ka pezulluar lojtaren e Dinamos Najara Ferreira pas kërkesave të Vllaznisë, Pogradecit dhe Partizanit, por Vllaznia sqaroi pozicionin e saj se kërkesa nuk lidhet me testin për gjinin, por një test të përgjithshëm mjekësor.